Liçeni artificial i Tiranës është ndërruar prej kohësh në një pellg mbeturinash gjithçfarësh, që po e shkatrojnë faunën e tij në ujore. Pamjet që po shihni janë xhiruar para ditën e së mërkurës. Një sasi e konsiderueshme peshqish të ngordhur ka dalë në breg në anën e digës, kësaj here sipas ambientalistëve për shkak të derdhjes në liçen të ujit me përqindje të lartë klori. Nuk është hera e parë që këtij liçeni i ndodh kjo situatë. Kur dikur hidhen pesticide, herë tjetër hidhen klore, siç mund të jetë kjo sot, në një pastrim, herë tjetër hidhen mbetjet inerte, mbetje të urave zeza nga kjo lagje. E njoftuar nga banorët e zonës, Bashkia e Tiranës ka ndërhyrë duke mbledhur pjesën më të madhe të peshqve të ngordhur, por situata sipas ambientalistëve mbetet e rëndë. Situata është shumë e rëndë. Nuk është puna që u vra apo ngordhi tonelata peshqish, por është prishur një sistem e zinxhirit të jetës së njerëzit, sepse nuk është vërtetuar që njeriu mund të jetojë pa liçen, pa pemë, pa peshk. Ambientalistët lëshojnë alarmin se dëmtimi i liçenit ndikon edhe në cilësinë e ajrit. Prandaj është pjesë e jetës njeriu, aq më tepër kur ne po mësohemi se si kemi kazant e qytetit, edhe atë që na u trashëguan, po edhe që ende i kemi. Kazan që kundërmojnë një aromë në mes qytetit dashur Tiranë. Pastaj vinë pusetat që kundërmojnë nga një aromë për shkak se nuk kanë sifone. Gjithsesi kjo aromë sikur dhe pastrohesh dhe filtrohesh nga ky liçen apo nga ky pyll. Kjo nuk është hera e parë që liçeni artificial ndotet. Rreth 2 vjet më parë në këtë zonë u hodh një sasi e konsiderueshme boje hidromat, e cila ndoti pjesën më të madhe të liçenit.